Mirë më përshëndetje nga unë Ramadan Reka prej Kopenhagës, Danimarkës. Mirë se erdhe Ramadan. Përshëndetje Ramadan. Mirë se gjeta vëlla Islam, mirë se gjeta Mutrarion, apo si jeni dhe si po kaloni. Po mirë me juve mirë, është kënaqësi shumë me gjithë ta njerëz të mirë, këtu të mrekullueshëm, edhe në televizion edhe në radio. Po kështë që gëzor nëse atë mrekullien më të madhe e bani te me Arianën që jo jeni ata që thamone yllat e kombit që na bashkoni kudo që jemi na për botë, se ne jemi shumë të shpërndam, po ju na bashkoni krejt, që thamone me një shtëpi të vogël, po me zemër të madhe, se kjo dhomë ka zemër për këtë shqiptarët. Faleminderit shumë Ramadan, si jeti i nderuar, si kalove? Po mirë, faleminderit, po kalojnë që shtone si në gurbet, mo. Tash me gjë se edhe dita u shkurtue këto në gurbet, këtë shkurtuat bot pak magazet. Po tash është shkurtu dhe dita, tash ta mon shajat e dimrit. Po këto në Danimark, për shembull, si të bëhet tërë satin 4, këtë bëhet rritë satin 9 sabah. E verës këtë bëhet, do me thonë tërë sahatin 1 natës, e këtë bëhet dritë në 3, do me thonë në vish 2 orë gjonë verës, dimni oh my god. Në Ramadan shumë që ka qenë kua përpora, kur e mi konë zonë sa kur lushë me pula, a ke lujt me pula nërë? Po kena lujt me pula, me ase gazoza që i theshmi na do klikera, do i theshin sërë që do këdi. Edhe shkëshone, krejt teshat e bobe si pa ta bo pa pula, se të minë zona ta këshit pulat, për nëna, kush me nuk më në pulat, unë i nuk shaoh jetë. Atë kujtuat në klasën e 6, atë 5, në cilin e këna mësuat virëshën që mësejshëm, o më Shqipëri, e mira Shqipëri, kusht ka qit në krye hi, ti ke spakon një zojeran, burrat e dheu të thirëshinon. Po e kena mësu e këta, ta ne kena mësu zë zaku i vogël e pioneri. Shumëre të Ramadan, shumë e këna doshë këtë Shqipëri. Po gjithmonë kena vujt për ta edhe vuj me hala, po që ka me bon, inshallah një herë bojmë bashkimin kombëtar, ashtu që shkemi qef, tani gjithë gjë vjen në ato binartë e vetë, që bari me kush me të vasër në ashtë, ati e ke mësu zë zaku i vogël e pioneri, tani kemi mësu me buk e pa buk, që s'kan pas do buk me hongër e kështu në. Na shtit kujtohen ato ne. Një fjalë Ramadan po thonë s'po mujna me bë bashkë vllahun me vlla e po bajna bashkimin kombëtar. Jena largu shumë për njëri tjetrin. Po na tash ndëgjë, na jena të bashkuar, kjo është bashkim. Ti thash për 2 orë më shkon Shqipëri, por para s'ke bot shonza më shku. Po e di. Për 2 orë shkon. Ai është bashkim. Kjo për shembull bashkim se çtaj për shembull të më tekët, i hyp kerë të është në Shqipëri, për para o kom ndryshe se s'ke guzuas me përmenjë, se jo me thonë bashkim, po me përmenjë i ke hongër 10 vjetë burg. Po jo po të vullën me të kampon pasaport Shqipërisë e je shku në burg, veç vullën me të po. Po e me tha pa vullën atë të kanë mytë të raj, po veç me përmenjën i ke hongër 10 vjetë, pse e përmenjën. Ti e di që në atë kohë për shembull, kur i dhonë ke lajme Shqipëria, e marrë ke bavem Rametlia, një tranzistor të vogël, lokon tinza o më shepke, se penina i kushti ngulajme të Shqipërijës. Ndryshe o kon jetë, akret. Qa në ke përgatit sonë dhe të pysën pak për teme, Ramadan, qka me dënë, qëfar ju... Shpërqendron gjatë ngasjes. Gjatë ngasjes. Kur jem vetur, qka të pengon diqka? Po kështu që unë veturës kur që kom gra si ngraj, biciklës i kom gra kur jam konën i vogël. A jërzu nërë sigurone? Po jam rëzu, ta në teri jam su, mi gra biciklës sa therrat në kanë një, dashke me shku të nana me mjek, me gjelpon therrat. E din që Islami është rëzu në dillën për biciklës? Jo, se di për di. Kjo minote ka morë temen, minoti teme ka morë begi, nuk e ka gozu me thonë bicikl, këtu begi ja ka ndryshu pak, si që për nga begi që e ko morë telefonin e këmësyrë një mesaj, dhe veç kur e posh veten, Isha i vogël, me thonë i vogël, se isha klase 7, po mëse isha atëherë në vitin, se jam i komunës Kërblicik, komunë e Kaçanikit, e mëse shmi në vitin. Dëgja, tha gruja. Edhe s'ka shmi rishmi, mo dashke bave me ma gjetë një shpia, një dishka, dikur ma bleti një bicikl që shkësha ma shpej. Kur një natë më zunat, atë shku në shpej, o ishte Ramazan Taravia, unë të shku me bicikl se eften ka të në tem për herë, par dëllëm biciklat babe ma pat ble. Edhe a i hoxha ka të shku e në gjami, por me thirë të ravin më falen,
edhe unë me bicikl të hajtë, se njerë pjallë që dritën në hoxha zumë të tonë, se s'ka pa kur bicikl. A e strek pëlla, së pëhonë, Allah, e strek pëlla, tu ljargu në tu afru ka dikura, thot, e strek pëlla, thot, shka ka kjo e gjinë, thot, i paha kom të romollak, thot, kënirë, në hekër, thot, shka konan, këtë si brina, o të a vitë të asi hoxha të këthy, këtë jep me i hoxha, ju, unë me bicikl të i grahe, zunë hoxha në ka përcejva, hoxha, me të pashku në gjami, ko që kënë të shpija të i në hoqë, ka u bëha, që kënë që, jo, bën, thët, se kom po e gjinën, thët, ku thët i kesh do kom të mujat, rumullat, thët, do brejna për para, thët, më katranu, kur i thëjnë atë, po bicikl do konë hoqë, po lebre për bicikl e gjinja, thë, ke një drejtë, një syma në që i ke për para. E që shtë dhe shkë. Mu më tha gruja, tha, që shurëzove, thash, ke është drejtu bicikleten, edhe më shkrujti djallin një mesazh, e mura telefonin edhe këshyra kështë, edhe veç kërë kom po vetën të pu dhe asfaltin, me 4 kom për pjetën e. Edhe i thëm grusë me 4 kom për pjetë. Kur i thash me 4 kom për pjetë, pse tha, qysh me 4 kom, tha, kali kja qa ku që urzuë. Thash, po kali urzuë. Po dhe hera është me bicikl e rëzove edhe tha. A më që shtetë të puth asfaltin si bjen, ashtu me kom për Ja, se puth e kam, po me më rokë shtë. E, po kom dhe vëshëm pushtë. Ja, me ka konë të këshafër, me më qinë TikTok, arion shumë pare lek isha morë. Edhe do mi boni një ditë, po nuk u të zëjë, se po në Allah. Sa për fat bash lëm. Hajde shkuna me një pikë muzikore, ose me një poezi Ramadan Reka. S'ka një këtë gurë të borë dhe dëzi, diku një krushit na i ka një gri, na i ka një gri, i ka një bagor, pa vi krushitono me filamore. Ndari dani bjeni tupan, kërushit vine me kapuqit bardh, cili e kërusho i pari qeperin, pa vër flamurio ku që zije. E krusho i ditë që vjen me radh, Skënderi beu me shpatën zjarë, Krusho i tretë është naimi, pavimi sokoli, treti kushtrimin. Animi vjeti qeni ka një këta kirushe, si e ko e një kjo nuse, liri e me një nasaja thonë, pa vëllin dhe rritë me gjaku një tonë. Anusia jo kur nuk vritet, gjdo pikë gjaku ta jo rritet, kur e derdhë është qipitari gjakun, pa vënë lirien grenë bajrakun. Kjo ishte. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Faleminderit qofshi. Në ta që nuk ban dritë, yllëzit i shiqoj, por me zemër jam i lënduar. Lëtët më pikin e kush se kupton pse. A, se rëndë që në ka jeta. Një dit, qajta si fëmija, sepse ata që e kisha nuk e kam. Më të dashurën nën. Më dol në ndër, unë ngrita, më do këse e përqafova.
por jo, afër e kisha vetëm fotografinë e saj. Fillova të shiqoj dhe të qaj me zemër të coptuar. Nën, pse iken nga unë? A thua, unë nuk jam djali yt. Pse më bën këta? Ti e di se unë jam në dhejtë huaj nën. Mërzitem, qaj, bërtas, po s'kam kuj ti tregoj. Ajo në të kaloj dhe unë beta pa gjumë. Ditët ecin, po gjithë një zemra më shtrëngon më tepër. Tjetrën herë më doli nëna duke më thënë, mos qaj, sepse unë jam gjithmonë afër teje, po ti nuk më shep. Shiqoj rrotull, asgjë nuk shoh. Vetëm zemrën e shkrumuar që e kam, e dëgjoj se si rrasja krepat e orës. Nuk ka gjë më të bukur se fjala nën. Se herë që e përmend fjalën nën, mërzitëm dhe qaj, se ajo është edhe mbetke shtyllë e shtëpisë. E sot ka mbet shtëpia zbrast. Në derën kur hyjone nuk ka kush të ngritet dhe të më përqafon. Shiqoj vendin ku ka nejt shtrat, aty ratë në naime. Në shtratin e saj, unë ulem nga njëherë, më duket se kam afër. Nën, ma bën halal për të gjitha në qoftë se kam gabuar, sepse gurbeti më largoj nga ti, se jo që deshta unë, po une u bëna kurban për juve. Kaq. Faleminderit shumë, respekt për ty Ramadan. Faleminderit, respekt edhe për juve, Zoti ju shpërblefte, Zoti ju bekoft për mungin, punën që e bani për neve, se ju jeni ata që gjithmonë na jepni zemër, fuqi, kurajo për të jetuar më mirë o më gjatë me zërat e juve, me zërat e dëgjuesve që cicirojnë sikur zërat e bilbilën në Radio Ulpiana. Faleminderit shumë, respekt shumë. Shumë faleminderit e ma bani Allah në qëfëse. Natën e mirë. Natën e mirë e kalofsh.